Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Kancelari Gjerman Friedrich Merz shpreh mbështetjen për integrimin e vendeve të rajonit duke vlerësuar reformat e arritura. Në samitin ku diskutua vizioni strategjik i të ardhmes si dhe siguria dhe emigracioni palishëm, Merz theksoi se Bashkimi Evropian sot nuk mund të heqë dorë nga qëllimi strategjik për ta bërë Ballkanin pjesë të Unionit dhe theksoi se zgjerimi është një rrugë pa kthim. Nga Londra ku mbajt këtë të mërkur samiti radhës procesit të Berlinit, kancelari Gjerman Friedrich Merz deklaroi se vendi 6 shteteve të rajonit Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Në samitin ku diskutua vizioni strategjik të ardhmes si dhe siguria dhe emigracioni paligjshëm, Merz theksoi se Bashkimi Evropian sot nuk mund të heqë dorë nga qëllimi i tyre strategjik për ta bërë Ballkanin pjesë të tyre, ndërsa theksoi se zgjerimi është një rrugë pa kthim. E ardhmja e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian dhe sot është konfirmuar edhe një herë se procesi i Berlinit po ju ndihmon të përparoni në këtë rrugë. Sa kohë do të duhet për të arritur atje është në duart e vet secilit vend. Reformat në këto vende janë çelësi i kësaj. Si Bashkimi Evropian, ne nuk mund dhe nuk do të bëjmë asnjë lëshim mbi këtë çështje. Merz në mbyllje të samitit që vendi i tij themeloje që kësaj herë u mbajt në Londër, theksoi rëndësinë e fqinjësisë së mirë duke shpjeguar se diçka e tillë është kusht për integrimin evropian. Kancelari Gjerman theksoi se urgjenca për Bashkimin Evropian në këtë moment është normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ne kemi nevojë urgjente për të parë përparim në procesin e normalizimit midis Prishtinës dhe Beogradit. Ne kemi nevojë për zbatimin besnik dhe të plotë të marrëveshjeve që ju keni arritur tashmë. Rreth kësaj tryeze do të gjeni vende të gatshme për të mbështetur, përfshirë vendin tim, Gjermaninë, por ne kemi nevojë për angazhimin tuaj. Samiti i procesit të Berlinit që u mbajt në Londër këtë vit i dha mundësinë kryeministrit britanik Keir Starmer që të vinte në pa edhe problematikat me çështjet e sigurisë dhe emigrimin e paligjshëm. Në mbyllje të punimeve të këtij samiti, kreu i qeverisë britanike theksoi se për Perëndimin dhe Bashkimin Evropian, Ballkani Perëndimor është rajoni ku testohet siguria e kontinentit evropian. Procesi i Berlinit është nisma diplomatike e themeluar në vitin 2014 nga kancelaria e atëhershme gjermane Angela Merkel, me synim forcimin e marrëdhënieve të vendit Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në çështje të tilla si bashkëpunimi ekonomik, përafrimi i politikave dhe ndihmë në përmbushjen e reformave që kërkohen nga Unioni 27 antarësh. Një ditë pasi në Londër, Edi Rama u përball virtualisht me Nigel Farage për emigrantët shqiptar, ai ka marrë mbështetje nga Londra zyrtare. Kryeministri britanik Starmer në një intervistë për The Sun del kundër qëndrimit e ekstremistit Farage se burgjet e Anglisë janë mbushur me shqiptar dhe mbështet deklaratat e kryeministrit Rama. Starmer thotë se për bashkëpunimin e saj me Londrën Shqipëria duhet vlerësuar dhe jo të përçmohet. Kryeministri britanik Keir Starmer dha një mesazh të qartë mbështetjeje për Shqipërinë pasi rivali i tij konservator, Nigel Farage, ka sulmuar disa herë vendin tonë në lidhje me çështjen e emigrantëve. Në një prononcim për gazetën britanike The Sun, Starmer nuk e përmendi në emër Farage, por la të kuptohet se deklaratat ishin pikërisht ndaj tij. Lideri i laboristëve tha se disa politikanë kanë përdorur fyerje për vende si Shqipëria në vend që të bashkëpunonin. Deklaratat e kryeministrit Starmer tregojnë qartë se qëndrimi zyrtar i qeverisë së Britanisë së Madhe nuk është i njëjtë me atë të politikanëve si Farage, që ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj Shqipërisë. Ai dhe kryeministri Edi Rama janë përplasur disa herë, por Farage ka pretenduar se burgjet britanike janë të mbushura me shqiptar. Kryeministri britanik shprehu ndër të tjera edhe angazhimin e tij për të mbyllur rrugën kriminale që kalon përmes Ballkanit Perëndimor dhe dërgon emigrant paligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Ai tha për The Sun se trafikantët kanë ndërtuar një perandori kriminale që shtrihet në të gjithë Europën, së cilës vendi i tij duhet t'i jap fund. Deklaratat e Starmer erdhën teksa Londra mirëpret në një samit liderët e Ballkanit Perëndimor. Një nga temat kryesore të tryezës së bisedimeve është dhe çështja e migracionit. Shqipëria është kthyer në një vend të rreqës për investimet e huaja dhe vendase. Në 10 vjetorin e Këshillit të Investimeve, zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se në një dekadë janë trajtuar një sër problematikash duke përmirësuar klimën e të bërit biznes, ndërsa vuri theksin në vijimin e formalizimit. Përshëndetje të gjithëve. Shqipëria ofron kushte të favorshme për të bërë biznes dhe për të tërhequr investime. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku në 10 vjetorin e Këshillit të Investimeve
Theksoi se në një dekadë janë ndërmarrë një sër reformash ndërsa vuri theksi në vijimin e formalizimit të biznesit. Për ne, biznesi është motori, është zemra e zhvillimit ekonomik të vendit. Këtë e themi të gjithë, pasi e besojmë. Pa një biznes të fuqishëm, të formalizuar, të mbështetur me politika të drejta, nuk mund të ketë rritje të qëndrueshme apo mirëqenie për qytetarët tanë. Ne jemi të vetëdijshëm që çdo vendim që merr qeveria duhet të reflektojë realitetin e tregut dhe sigurisht duhet të reflektojë nevojat e sipërmarrjes. Ndaj, bashkëpunimi i ngushtë me biznesin është thelbësor. Sipas saj, bashkëpunimi i ngushtë mes qeverisë dhe sektorit privat është themelor për integrimin në Bashkimin Evropian. Sot, pas një dekade pune dhe angazhimit përbashkët, Këshilli i investimeve nuk është thjesht një forum diskutimi. Ai është një instrument kyç për politikbërje të mirë, për ndërtimin e një ekonomie më konkurruese dhe padyshim të qëndrueshme. Angazhimi i qeverisë shqiptare është që ky këshill të mbetet një format i gjallë, i pavarur dhe i përkushtuar ndaj misionit të tij dhe në vitet që vijnë. Të vijojmë me këtë frymë bashkëpunimi, transparence dhe përkushtimi për një Shqipëri më të zhvilluar, më të fortë dhe më pranë Bashkimit Evropian. Mirë, flasim për zhvillimet politike në vend, ku Sali Berisha i është përgjigjur kreut të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, duke thënë se nuk ka ndërmend të largohet edhe pas përfundimit të mandatit të tij zyrtar në mars të vitit 2026. Lideri 81 vjeçar i Partisë Demokratike që kryeson partinë në një seri humbjesh, tentoi sot të mbyllte debatin për të ardhmen e tij, por duket se tashmë rebelimi po i nis brenda shtëpisë. Kreu i forumit, Besart Xhaferi, është një prurje direkte e të birit të tij, Shkëlzem Berisha. Sali Berisha paralajmëron rikandidimin e tij për kryetar të Partisë Demokratike në prill të vitit 2026. Kush të doj, le ta rivalizoj. Do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdo? Po sigurisht që do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama, cili do? Mesazhi ishte i qartë për rebelët. Si deputeti dhe kreu i Forumit Rinor, Demokrat, Besart Xhaferi, i cili një ditë më parë i kujtoi doktorit të zbatoj njëherë statutin. Mandati zotit Berisha mbaron në prill të 2026-s dhe në prill 2026 duhet ketë zgjedhje brenda Partisë Demokratike dhe nëse zoti Berisha nuk ka ripërsëritur zgjedhjet, pra që do të thotë kauza e tij për të vërtetuar farsën elektorale duhet vazhdoj deri në atë moment dhe duhet të ripërsëriten zgjedhjet. Nëse nuk e ka ripërsëritur zgjedhjet, patjetër që nuk duhet të rigaroj. Doktori e qetësoi Xhaferin, por e udhëzoi të mos merret shumë me statutin. S'është çështje zbatimi, por interpretimi. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Ky deputet është i njëjti që 4 vite më parë e paralajmëroi Berishën se do e shpallte non grata me të rinj demokrat, nëse nuk mbante premtimet. Sepse nuk duhet që të keq përdorohemi përsëri. E them këtë sepse përveç një rrjedhje akoma më të madhe nga Partia Demokratike që mund të kesh, nëse i shkel, do rrezikosh të marrësh non gratën e ne të rinjve. Por në Partinë Demokratike, non gratat i shpall vetëm doktori, si Zheni Gjergjin, që la partinë e zgjodhi qeverinë. Një gjë mund të them, se për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje, janë automatikisht jashtë kësaj force politike. Por kur vjen tek zgjedhjet ndryshon puna. Nga kuvendi u lajmërua se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë rënë dakord për të ngritur Komisionin e Reformës Zgjedhore, me kushtin e barazimit. Partia Socialiste të ketë në krah Tom Doshin, kurse Partia Demokratike Agron Sheajn. Sali Berisha nuk ja ka besën gjiknurit, ndaj i dha Bylykbashit rekomandimin e dytë në po kaq ditë, të mos nxitohet. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne, nuk kam asnjë djeni për përbërjet. Në një variant që më sollën mua, ishte Tom Doshin e kalon të në opozitë. Pritë se
doli djerë nga skapi tani, a e ka ndryshua, apo jo të shojmë që do thotë Toma vetë. Kurse për partitë e reja opozitare, doktori është për një ofertë të madhe, pasi i mbështetën binajn, mund t'i jap statusin e një opozite të pavarur. Po të kishin kërkuar që të kishin grup parlamentar, ne do t'a konsideronim shumë seriozisht që edhe ata të kishin grupin e tyre parlamentar. Mirë, do i rikthehemi edhe një herë ngjarjeve në vend ku në një përpjekje për të mbushur vakancat e krijuara prej shkarkimeve të vettingut, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka caktuar në detyrë 42 magjistratë të rinj. Ata u emëruan në 11 gjykata të rretheve, nga të cilat numri më i lartë shkon për gjykatën administrative të Lushnjës dhe gjykatën e Shkallës së Parë në Fier me nga 7 gjyqtarë secila, por nevojat mbeten ende të mëdha pasi në gjykata duhen edhe 109 gjyqtarë. Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi të mërkurën projekt vendimin për caktimin në detyrë të 42 magjistratëve të rinj, të cilët përfunduan shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2024-2025. Ata u emëruan zyrtarisht me 31 korrik, por caktimi i tyre u bë 3 muaj më vonë. Këshilli i Lartë Gjyqësor thotë se procesi pati një vonesë për shkak të procedurave të transferimeve dhe ngritjes në detyrë të gjyqtarëve aktual. Ceremonia e betimit pritet të zhvillohet ditën e njëjtë, ndërkohë që caktimi i tyre në detyrë pritet të plotësoj vendet e mbetura bosh dhe nga shkarkimet e vettingut. Sipas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, shpërndarja e 42 magjistratëve të rinj është bërë në 11 gjykata, ku numrin më të lartë të emërimeve e kanë gjykata administrative Lushnjës, si dhe gjykata e Shkallës së Parë në Elbasan dhe Fier, me nga 6 gjyqtarë secila. Këshilli i Lartë Gjyqësor parashikon që në të gjitha strukturat e gjykatave duhet të ketë 417 gjyqtarë, ndërsa aktualisht janë 308 gjyqtarë të emëruar. Me emërimin dhe shpërndarjen e 42 magjistratëve të rinj, mbeten edhe 67 vende vakante. Me rishikimin e buxhetit për këtë vit, qeveria ka ndryshuar fondet për disa institucionet drejtësisë për 2 muajt e fundit. Janë ulur me 466 milion lek fondet për SPAK, ndërsa vetëm Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë shtuar fondet për rikonstruksionin e godinës. Në buxhetin e rishikuar, qeveria ka vendosur më shumë para për bashkit për të shpërblyer zjarfiksit që u përballën me zjarret në ver. Ilir Meta do të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Gjykata e posaçme rrëzoi një tjetër kërkesë të ish-presidentit për ndryshim të masës së sigurisë arrest në Burg. Gjykata argumenton se Meta duhet të gjykohet në gjendje arresti për të mos prishur provat dhe mos cënuar procesin. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe dërgoi në gjykatësi të pandehur 6 persona të akuzuar për korrupsion dhe ndikim të palishëm në drejtësi. Mes tyre përfshihet dhe një avokat. Ata janë një fraksion i dosjes operacionit Tura, pjesa tjetër e të cilës e akuzuar për trafik kokaine dhe janë ende në hetim. SPAK ka mbyllur hetimet për një grup kriminal që trafikonte qytetar me dokumentet falsifikuara drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e posaçme ka dërguar 5 persona në gjykatësi të pandehur dhe në këtë aktivitet kriminal akuzohen si të përfshirë edhe 2 policë të pikës kufitare të Anit të Otit. Kundrejt pagesave deri në $45.000, organizatorët e trafiku dërgonin shqiptar drejt Spanjës, më pas në Meksik, nga ku udhëtonin në rrugë toksore drejt Shteteve të Bashkuara. 2 persona kanë humbur jetën në Mans pas një sherrje në një lokal në orët e para të mëngjesit. Konflikti nisi nga refuzimi i kamarierit për të bërë një kafe për shkak të orës së vonë dhe pas sherrit verbal, një i njohur i kamarierit qëllon njërin nga 2 klientët, por u vra nga shoku i tij që u akmor menjëherë. Policia ka shpallur në kërkim 21 vjeçarin Daniel Pepa. Debati për një kafe në një lokal në Manës të Durrësit i mori jetën 2 të rinjve. Ngjarja e rëndë u shënua pra një karburanti rreth orës 2 pas mesnatë, ku 33 vjeçari Flori Paluçi ka vrarë me armëzjarri 23 vjeçarin Aranit Kurti. Më pas ndaj 33 vjeçarit ka qelluar një 21 vjeçar Daniel Pepa, duke e lënë të vdekur. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa së bashku me Aranit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli ka kërkuar kamarierit lokalit që t'i bënte një kafe. Refuzimi nga ana e kamarierit për kafe ndezi debatin verbal që nisi nga ofendimet dhe përfundoi me përdorimin e armës së zjarrit. Danieli me shokun e tij erdhën rreth orës 2 në lokal. Danieli më kërkoi t'i bëja kafe. I thash nuk ka kafe sepse e kam fikur ekspresin. Më tha ta ndizja.
Nuk e ndezi thash se po bëhemi gati t'ikim. Me Danielin njihemi se jemi nga e njëjta zonë, edhe Aranitin e njihja, por më pak. Nuk e ndezi thash, aty ndërhyri Flori se ndodhej në lokal dhe po qëndronin bashk. Flori ju tha, o djema mos se zgjasni se është ora 2 dhe ekspresi është fikur, të tha kamerieri që është fikur. Kush je ti, kush jam unë, filluan të debatonin me Florin dhe situata agravoi. Filluan me ofendime, Flori i qelloi Aranitit, ndërsa Danieli qelloi Florin. Kaq kam parë sepse u përpoqa t'i shpëtoja plumbave. Për ngjarjen e rënd folën për media edhe banor të zonës. Unë erdhëm në gjezë, gjeta karburantin e rrethum me ndalohet s'ken krimi dhe aq di, më shumë s'digje. Ka ndodhur një ngjarje, tha mos u afro dhe komuneta atje derisa ka ik policia. Jo, njëri nga masa po nuk rin gjatë. Ju ka tronditur kjo ngjarje? Shumë. Po nuk ka tronditur, on prapë të si nodhin, ç'a të bësh? Jo, kom pasu kushet atë kurtin, se ka. Aranit kurtin. Çfarë djali ishte Aranit? Araniti çfarë djali ishte? Shumë mirë. Ka trondit neve kjo, po unë të shih se ka marrë vesh se as si jo deri të shti. S'di si jo. Kupta për këtë. 33 vjeçari Flori Paluçi është skeduar më parë nga autoritetet italiane i akuzuar për grabitje me dhunë. Për gjatë viteve 2014-2015, Paluçi ka qenë pjesë e një bande me sicilian. Prokuroria e Shkodrës ka hapur hetime për vdekjen e një 40 vjeçari që u gjendi pa jetë një muaj më parë në një zonë malore të Kelmendit. Vdekja e tij ishte konsideruar aksidentale, por familjarët dyshojnë se ai mund të jetë vrarë dhe më pas trupi të jetë hedhur në Gremin. Të afërmit thonë se ai ndodhej në një parcel kanabisi në zonë. Stacionet e karikimit të makinave elektrike do ta blejnë 8 deri në 11 lekë më shtrenjtë energji nga OSHE për shkak të ngarkesës që kanë shkarkuar në rrjet. Administratori i OSHE-s Enea Karakaçi tha se rritja e çmimit do të jetë vetëm për pikat e karikimit të shpejtë dhe jo për qytetarët që kanë të instaluar pajisje karikimi individualisht. Ata do të vazhdojnë ta paguajnë energjinë me 9.5 lekë për kilovat. Karakaçi tha se së shpejti do të hyjë në treg OSHE Change që do të ofrojë cilësi më të mirë karikimit të mjeteve elektrike. Rritja e çmimit të energjisë për makinat elektrike nuk prek qytetarët që kanë të instaluar pajisje karikimi në pallate apo në banesa, por vetëm ato stacione të posaçme të karikimit. Administratori i OSHE Enea Karakaçi tha se rritja e tarifave për makinat elektrike u bë për shkak të ngarkesës që ato kanë sjellë në rrjet, por përsëri Shqipëria ka çmimet më të ulta në krahasim me shumë vende të rajonit. Për familjarët të cilët kanë në shtëpitë e tyre mjete elektrike dhe i karikojnë me anë të mekanizmit të karikimit të avash që quhet slow charge, nuk ka asnjë diferencë. Vazhdon akoma të jetë çmimi 9.5 lekë për kilovator, që sigurisht është çmimi më i ulët në rajon dhe në Europë për karikimin e mjeteve elektrike. Pse ishte e nevojshme që të diferencohej, ishte për shkak se sigurisht ne jetojmë sot në epokën e makinave elektrike. Për të shtuar konkurrencën në treg së shpejti do të kemi një aktor të ri, OSHE Charge, e cila do të ofrojë cilësi më të mirë të furnizimit për mjetet elektrike. Kemi tashmë një aktor të ri në treg që do quhet OSHE Charge dhe do ketë mundësinë që të ofrojë çmime më të mirë, cilësinë më të mirë të shpërndarjes, sigurisht me kapacitet të lartë, pra do jetë fast charge, që do ketë mundësi të karikohen mjetet elektrike me një kohë të shkurtër relativisht nga 20 deri në 30 minuta. Gjatë këtij viti, operatori shpërndarjes së energjisë elektrike ka regjistruar një performancë të mirë financiare. Një për sa i përket menaxhimit dhe le të themi planifikimit të investimeve në rrjet, duke bërë ndërhyrjet në ato zona dhe në ato rajone të cilat kanë nevojë së pari për sa i përket shoqërisë dhe rritjes së cilësisë, por edhe për të përgjigjur nevojave të kohës, dhe e dyta për punën e përsërit shumë të mirë të operatorit sistemit shpërndarjes për sa i përket parandalimit dhe ndalimit të vjedhjeve që quhen. Edhe Shqipëria mbështet paqen mes Izraelit dhe Hamas sipas marrëveshjes propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministrja e Jashtme Spiro Pali gjatë vizitës zyrtare në Izrael tha se izraelitët dhe palestinezët duhet të bashkëjetojnë në siguri dhe me dinjitet. Festivali Nova ishte ndalesa e parë e ministres për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiro Pali gjatë vizitës së saj zyrtare në Izrael.
Shefja e diplomacisë shqiptare përkujtoi viktimat e 7 tetorit të 2023-shit, ndërsa theksoi se kthimi i pengjeve në shtëpi ishte një hap vendimtar për mbrojtjen e identitetit njerëzor. Shqipëria mbështet marrëveshjen e paqes arritur së fundmi me ndërmjetësimin e presidentit Trump si e vetmja mënyrë për stabilitet në lindjen e mesme dhe bashkëjetesën në siguri e dinjitet për të dy popujt. Gjatë qëndrimit në Izrael, Spiro Pali do takojë ministrin e jashtëm izraelit, ndërsa bisedimet do të fokusohen tek forcimi i marrëdhënieve dypalshe, zhvillimet rajonale, bashkëpunimi ekonomik apo inovacioni. Po ashtu Spiro Pali do të vizitojë dhe qendrën e përkujtimit dhe dokumentimit të Holokaustit, ku shqiptarët janë vlerësuar për kontributin që kanë dhënë për të shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Mirë, bashkohet me mua në program Alesia Balliu, ish kryetare e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Alesia, mirëmbrëma, kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Faleminderit për ftesën. Alesia, para se të fillojmë diskutimin së bashku, dua që të ndjekim atë çfarë Besart Xhaferi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, ka deklaruar vetëm një ditë më parë dhe kthehemi në studio. Që patjetër që mandati zotit Berisha mbaron në prill të 2026-s dhe në prill 2026 duhet ketë zgjedhje brenda Partisë Demokratike dhe nëse zoti Berisha nuk ka ripërsëritur zgjedhjet, pra që do të thotë kauza e tij për të vërtetuar farsën elektorale duhet vazhdojë deri në atë moment dhe duhet të ripërsëriten zgjedhjet. Nëse nuk e ka ripërsëritur zgjedhjet, patjetër që nuk duhet të rigaroj. Zoti Berisha duhet largohet në prill të 2026 kur i mbaron mandati i tij. Nëse nuk ripërsërit zgjedhjet. Nëse nuk përsëriten zgjedhjet. Patjetër, sepse nëse mua më janë vjedhur zgjedhjet, unë kam të drejtë ta denoncoj, ta faktoj dhe ta arrij atë rezultat që dua të arrij me një ripërsëritje zgjedhjesh. Alesia, pra, Besart Xhaferi ka thënë nëse Berisha nuk arrin qëllimin e tij të farsës elektorale dhe zgjedhjet të përsëriten, atëherë ai duhet t'i jap dorëheqjen. Çfarë tregon për ty një deklaratë e tillë? Atëherë, kjo deklaratë është një deklaratë korrekte nga ana e zotit Xhaferi, pasi kryetari që u mbet zgjedhjet, unë kam thënë dhe rikthem, duhet pa diskutim që të largohet. Besarti ka qenë korrekt në opinionin e tij dhe pa diskutim që ka totalisht drejtë të mendojë atë çka ai ka artikuluar që në mbas 11 maj, që nëse nuk vërtetohet farsa zgjedhore, pa diskutim që kryetari duhet të japi dorëheqjen dhe të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Pastaj në këtë kontekst Besarti nuk ka cënuar në asnjë moment institucionin e Partisë Demokratike, përkundrazi ai ka respektuar dhe ka thënë që statuti duhet të zbatohet. Por mbi gjitha duhet të theksojmë edhe diçka shumë të rëndësishme që nuk ka shprehur interes për garim për kryetarin e Partisë Demokratike. Pra mendoni se kjo deklarate e Besart Xhaferit nuk është, le të themi, një deklarate paramenduar, pse jo edhe me synimin për të qenë ai ndoshta një kandidat për të marrë kreun e PD-s? Nuk të dëgjoj. Pra po thoni që kjo deklarat që Besart Xhaferi... Nuk po të dëgjoj. Nuk e di, do mundohet regjia që ta rregulloj audion dhe të më dëgjoni sigurisht edhe më mirë. Nuk e di nëse më dëgjon tani Alesia? Tani po. Atëherë, po thoni që Besart Xhaferi këtë deklarat nuk e ka bërë në një farë mënyre si një deklarat të paramenduar, pse jo me synimin e mëtejshëm për të qenë ai përballë Berishës si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Në djeninë time unë e di që zoti Xhaferi nuk ka synim që të marrë leadershipin e Partisë Demokratike, por po ka synim që Partia Demokratike nesër të jetë forcë fituese. Alesia, deklarata të tilla, apo më saktë deklarata në fjalë, përveç se duket se ka turbulluar ujrat në Partinë Demokratike, nuk është pritur mirë edhe nga besnikët e Sali Berishës, por a mendon ti se një deklaratë e tillë është pritur mirë nga Shkëlzem Berisha dhe a është ky, le të themi, një fillim i aksionit të tij për të marrë partinë? Pa diskutim që nuk është pritur mirë jo vetëm nga familja Berisha, por nga gjithë ato persona të cilët e shohin partinë
demokratike si pronë private dhe në momentin që bëhet një deklaratë e tillë i cënohet interesi. Por kjo deklaratë nga ana tjetër është shkruar nga mira demokratë, cilët janë suportues Partisë Demokratike dhe sot janë pa punë dhe kanë besuar te ideali, kanë besuar tek partia, kanë besuar që kjo parti do të fitonte. Normalisht që ka prekur interesat e rrethit të ngushtë gjatë gjithë kohës, këtë parti nuk e trajtojnë si aset kombëtar, por si pronë personale dhe private të familjes Berisha. Por në fakt, Alesia ju thatë që ju nuk dini apo Besart Xhaferi nuk synon kreun e Partisë Demokratike, ndonse deklaratat të tilla nga vetë ai nuk janë artikuluar, kjo e bën në sytë e publikut pse jo një rival përballë Berishës, apo jo? Po pa diskutim sot ka qenë një makineri e madhe e cila ka urdhëruar sulmin ndaj zotit Xhaferi për një deklaratë në të cilën ai as nuk e sulmonte Berishën, por thjesht ishte parimor dhe tregonte statusin e Partisë Demokratike dhe një realitet që të gjithë e thojnë nëpër kafene, por që nuk guxojnë të artikulojnë me zë të lartë siç e kam artikuluar unë apo zoti Xhaferi në rastin konkret me deklaratën që ka dhënë. Megjithatë, ndoshta ky mund të jetë edhe një hap i Radhës, pse jo drejt kandidimit të tij apo jo? Unë nuk e shoh dhe në informacionin tim e di që zoti Xhaferi nuk e ka synim leadershipin e Partisë Demokratike, por po, ato mund të kenë synim ndryshimin e leadershipit të Partisë Demokratike, që janë dy gjëra krejt të ndryshme. Unë nuk mendoj që ka interes personal për të bërë karrierë dhe për të bërë kryetar i Partisë Demokratike zoti Xhaferi, por zoti Xhaferi po shikon një realitet hir brenda PD-s dhe pa diskutim të kërkuar përmirësimin e PD-s do kërkoj ndryshimin e leadershipit. Dhe ndryshimi i leadershipit pa diskutim që do sillte hapjen e garës. Dhe hapja e garës do sillte riformatimin e Partisë Demokratike. Do sillte një kryesi të re, do sillte individ të rinj dhe pa diskutim mund të lindte edhe një shpresë e re. Dhe zërat si zoti Xhaferi duhen përshëndetur dhe inkurajuar, jo sulmuar me urdhër dhe porosi siç janë bërë sot, në një mënyrë jashtëzakonisht staliniste do thoja, sepse në fund të ditës ai është deputeti i Partisë Demokratike dhe deputeti ka të drejtën e tij të japë mendimin e tij të lirë. Ai tha thjesht atë çka thot statuti, nuk ka thënë asgjë më tepër se çka statuti përcakton. Pastaj se Berisha statutin e përdor kur ka interesat e vet dhe nuk e përdor në rastin kur i ka mbi veten e tij, ky është problemi i tij, nuk është problemi i zotit Xhaferi. Zoti Xhaferi tha unë do jap kontributin tim po në Partinë Demokratike. Ndryshohet, nuk ndryshohet leadershipi. Nuk më takon mua, ka qenë deklarata e tij ta bëj këtë betejë, por unë jam që në prill të ketë zgjedhje dhe nëse 11 maj nuk ripërsëritet, ai ka thënë që kryetari duhet dorëhiqet. Nga ana ime unë e lexoj një deklaratë shumë korrekte. Dhe nuk e shoh absolutisht një deklaratë në të cilën ai aspiron në leadershipin e PD-s, siç duan ta shesin dhe ta interpretojnë makineria e patronazhistëve që Partinë Demokratike trajtojnë si pronë private. Ju me të drejtë ndoshta e thoni që nuk synon Besart Xhaferi leadershipin e Partisë Demokratike, por ama nga ana tjetër Besart Xhaferi është një njeri i mbështetur drejt për drejt nga Shkëlzem Berisha. Mos ndoshta është ky një hap i Radhës që partia t'i kaloj pikërisht Shkëlzenit? Unë nuk e shoh që kjo është hap i Radhës për t'i shërbyer Shkëlzem Berishës, sepse për t'i shërbyer Shkëlzem Berishës pa diskutim që duhet mos e sulmosh familjen Berisha. Dhe kjo që bëri Besart Xhaferi dashur pa dashur ka qenë një sulm i drejt për drejt ndaj familjes Berisha. Por pyetja normale lind se kush e ka mbështetur Besart Xhaferi në këtë sulm? Unë mendoj që ai ka qenë një njeri i lirë i cili ka dhënë opinionin e tij siç e ka menduar. Nuk mendoj që kjo gjë ka një prapavi politike nga ana e zotit Xhaferi. Megjithatë, Alesia, pas deklaratës Besart Xhaferit ka reaguar menjëherë Berisha duke thënë se do jetë ai sërish kandidat për kreun e Partisë Demokratike për një tjetër mandat 4 vjeçar që do t'i pri demokratëve. Por a mendon ti se pas këtij akti do ketë një garë reale dhe cili mund të jetë destinacioni i Partisë Demokratike me Berishën që duket se nuk ka ndërmend të lëshoj kreun e saj?
Atëre moshatarët e zotit Berisha janë duke shijuar pensionin. Niprit mbesat, duke luajtur domino, Berisha është duke sulmuar spakun, edhe pa diskutim që është qesharaket mendosh që një 81 vjeçar do jetë e ardhmja e këtij vendi. Por shiko, Alesja, gjithmonë për Berishën ka patur kritika në vazhdimsi. Pse mendoni se pikërisht Besar Xhaferi është shprehur në këtë moment? Unë mendoj që ka qenë momenti i duhur për të shprehur dhe e ka menduar që duhet shprehet në këtë moment pikërisht sepse janë pak muaj nga prilli dhe ka dashur t'i paraprijë ndonjë betejë, ndoshta edhe për një grup interesi të caktuar brenda Partisë Demokratike. Ndoshta ka një preferencë për një kandidat tjetër aty që mund të pretendojë leadershipin e Partisë Demokratike dhe që mund të shprehë kandidaturën. Unë kam kontaktuar vetë me zotin Xhaferi ditën e sotme për taftuar sigurisht në ABC News. Ai më tha që ndodhet në një tur takimesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por a mendoni se edhe ky është një tjetër mesazh për Sali Berishën që, siç e dinë të gjithë, është i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Atëre mesazhin e qartë të SBA-ja për Berishën e dha edhe ndërmjet Dodik, i cili dha dorëheqjen dhe ai ka qenë presidenti i Bosnjës dhe ka qenë non grata nga SBA-ja dhe nga Britania Madhe dhe pa diskutim dhe ai i kishte këto kundërshtarët imagjinar, siç i pretendon edhe doktori Tiket, dhe në fund përfundoi duke u dorëzuar dhe duke u dorëhequr. Dhe kjo ka qenë një mesazh i qartë edhe për Berishën, i cili beson që do ketë njëjtin fat. Por nëse Besart Xhaferi përtej atyre që ne po themi në këtë emision pranon të bëj një hap më tepër dhe të dalë përballë zotit Berisha. Me këdo e këtë sfidën Berisha në këtë rast? Atëherë në rast parë nuk mendoj që zoti Xhaferi do ta ndërmarrë hapin për të kandiduar për leadershipin e PD-s. Në rast të dytë me Berishën brenda në garë nuk ka garë. Por është thjesht një sistem i ndërtuar stalinist për të bërë procedurën e radhës. Nëse do flasim për garë do ketë ku zoti Berisha mos jetë prezent. Prezenca e Berishës në garë është pa diskutim një metodë staliniste për të bërë procedurën, për të bërë farsën e radhës dhe për të mashtruar sërish publikun, duke thënë që unë këto zgjedhje po i bëj për procedurë, për t'ju mbyllur gojën të gjithëve në lidhje me statutin e Partisë Demokratike dhe për të thënë që mua më zgjodhen votat e antarëve dhe të demokratëve. Për mua, me Berishën garë nuk ka zgjedhje. Zgjedhjet bëhen të lira dhe të ndershme në Partinë Demokratike për t'ju hapur shpresa rinis, për t'ju hapur gara, për t'u riformatuar dhe për të ardhur një frymëre pa Berishën. Por kush mendoni ju se duhet të jetë hapi i radhës së antarësisë në një rast të tillë? Unë mendoj që në një rast të tillë duhet pa diskutim që të gjithë të bëhemi bashkë për larguar personin i cili është pa diskutim përgjegjësi i humbjes 2013 dhe 2025 që është Sali Berisha. Aty ka shumë konkurrentë cilët mund të synojnë drejtimin, ndërtosh dhe emri i Ervin Salianit. Megjithatë, Alesja, pavarësisht të gjithave, në prill të vitit 2026 do ketë zgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike, por nëse gara do t'jetë mes ti apo një figure, ndoshta nuk mund t'jetë Besar Xhaferi, por një figure ndoshta e ngjashme me të, a mund t'jetë konkurenca në drejtimin e Partisë Demokratike ndoshta brenda familjes Berisha? Unë nuk e shoh të tillë. Unë mendoj që Partia Demokratike do ketë garë të vërtet, reformativ të vërtet, dhe një hapje reale me mungesën e zotit Berisha dhe të mbriemrit Berisha, që të kuptohemi. Partia Demokratike duhet të çliruar nga sistemi instaluar stalinist. Duhet hapet, por hapja nuk do të thotë të sjellim bitë e bive.
Hapja do të thotë sjellim një kandidat i cili ta çojë këtë parti në hapjen më të madhe dhe mbrapa pastaj drejt të pri leadershipit drejt fitores dhe të jetë i gatshëm të qeverisi për popullin, për të shërbyer dhe jo për të komanduar dhe jo për të urdhëruar nga klani personal dhe familjar i zotit Berisha. Pra ju po thoni që në prill të vitit 2026 familja Berisha do largohet nga Partia Demokratike. Po si mund të ndodhë kjo? Po them duhet largohet. Pa diskutim ka ardhur momenti të largohet pasi e ka mbyllur këtë parti. Dhe nëse nuk do largohet, pa diskutim kjo parti do të përfundojë si LSI-ja me 5 deputet. Dhe atëherë kjo parti do t'i shërbej vetëm familjes tij për të bërë ato deklarata që bëhen dhe ato interesa për të ruajtur status quo-n e vet. Nuk do t'i shërbej qytetarëve, nuk t'i shërben demokratëve. Demokratët kanë nevojë për një frymë të re, kanë nevojë për hapje, kanë nevojë të largohen nga xhaketat e vjetra të dështimit të një pasnjëshëm. Ka nevojë të lindë shpresa e re, jo vetëm për demokratët, por për gjithë Shqipërinë, të ketë një opozitë mirëfill, një opozitë jo lodër, një opozitë jo qesharake, por një opozitë fort, një opozitë me njerëz intelektual, një opozitë e cila të ofrojë program, një opozitë e cila të ofrojë debat, jo të bëhet qesharake dhe skandaloze si kjo opozita aktuale që është. Kjo është e vërteta, për mos se ne kemi dhënë vite kontribut në Partinë Demokratike dhe kemi parë që intelektualët janë larguar dhe kanë ngelur klonat si noka me shok. Alesia, unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit. Gjithashtu. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Vetëm pas pak vjen Leontina Nika me Pas Mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.